E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit. Unë e di që ju dëshironi që Egli Tako të jetë pjesë e kastit të Big Brother VIP Albania 5. Është përfolur shumë si lajm, po komentohet shumë si lajm, të gjithë duam të dim se çfarë pozicioni do të ketë Egli Tako, por ndoshta nuk arrim dot të marrim atë dritën jeshile se cili do t'jetë pozicioni të cilin do t'a gëzon Egli Tako me qëndrimin e saj në castin e Big Brother VIP Albania 5. Unë sot dua të ndaj një moment që Egli do t'jetë pjesë e kësaj shtëpie, do me thënë pritet që do t'jetë banore e kësaj shtëpie. Dua të them që do flasim pak edhe për personazhet të cilët do të marrin pjesë, por do të nisim avash e avash. Egli Tako do t'jetë pjesë e shtëpisë, por duke qenë moderatore ose opinioniste në fan club. Edhe pse, në fakt, të gjithë publiku duan që Egli tjetë opinioniste në Big Brother VIP Albania dhe unë do dëshiroj në fakt që Eglin ta shoh në Big Brother VIP Albania. Nga informacione që kam unë, Arber Hajdari do të vazhdon si opinionist në këtë reality show, njëkohësisht edhe Egli Tako do t'jetë kyçur në Big Brother. Ledion Liço pritet që t'jetë moderator i Big Brother VIP Albania 5, duke na treguar avash nga informacione që ne kemi arritur të sigurojmë se kush janë banorët e parë të cilët do të bëhen pjesë e Big Brother VIP Albania. Do thënë janë banorë të zëshëm, janë banorë shumë të komentueshëm, janë banorë të cilët publiku i do, im kam mbështetur në artin e tyre, në sfidat e tyre, në projekte që në fakt ato kanë sjell tek shqiptarët. Flitet që banorja e parë e cila do të jetë në Big Brother VIP Albania 5 do të jetë Sara Hoxha, do të thënë ish bashkëshortja e Ledrit, por flitet që në vitin e kaluar që do të jetë pjesë e këtij spektakli. Këtë vit e presim Sarën ta shohim pjesë të këtij castit. Banori i dytë përflitet Armen Rexhepagiçi, një artist i madh, një kantautor, një do ta quaj vepër arti që ka sjellur hite dhe njihet për natyrën e tij, njihet për pozitivitetin e tij dhe njihet për historinë e tij. Armen Rexhepagiçi pritet të bëhet pjesë e castit të Big Brother VIP Albania 5. Pritet të bëhet edhe Enxhi Nasufi. Enxhi Nasufi pritet në ditën vazhdim të jetë banore e Big Brother VIP Albania 5, edhe pse në fakt Enxhi ka prishur raportet me televizionin Top Channel. Do me thënë pritet në ditën e vazhdim që ta kemi pjesë të këtij spektaklit. E shumë përfolur është edhe Kostana Morava, që do të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania 5. Përflitet të jetë edhe Ronela Hayati, pjesë e këtij formati. Gjithashtu përflitet edhe për banorë të cilët i kanë dhënë artit shqiptar një vëmendje shumë të madhe, dashuri shumë të madhe edhe besim shumë të madh, siç është Iris Neziri, një artiste e mrekullueshme, një vajzë e cila na ka dhënë gjithmonë dashuri dhe pozitivitet nëpër rrjetet sociale. Pritet që të kthehet Krist Dragot në këtë rrugtim, por pritet që t'jetë edhe aktoria e nderuar Zamira Kita. Si artiste pritet jetë Vikena Kamenica, do me thënë pjesë e këtij castit. Unë do kisha dashur ta shoh Vikenën pjesë të Big Brother VIP Albania 5, sepse unë e di që Vikena dhe Zamira do t'japin një spektakël të papar, dhe pritet që të jetë Mario, vllau i Romeo Veshaj, Mario Veshaj, pritet që të jetë pjesë e castit të Big Brother VIP Albania 5. Kemi shumë personazhe të tjerë të cilët përfliten, por këto janë një grup personazhesh që përflitet që do të jenë pjesë e Big Brotherit, përfshir edhe Castro Zizon, edhe pse Castro Zizo është në një rol shumë të rëndësishëm në Albanian Got Talent. Dua të marr mendimin tuaj.